Që duan ta shmangin në fakt. Jo, po s'është normale, ato gjëra që kanë qenë mirë, ne duhet të themi që kanë qenë mirë. Ato gjëra që kanë qenë keq, kanë qenë keq. Pra ne duhet të dim të korrigjojmë, po jo të çojmë gjën mbrapsht. Pra, sepse çfarë ndodh tash, këta njerëz që ne i ka besuar populli, pra ne mbarojmë një fakultet dhe marrim një diplomë. Këtë diplomë marrim fal popullit, paguon populli, universitetin që marrim ne, që kemi marrë ne, natyrisht ato që kështu e njëjta logjikë. Atëherë, a kemi një detyrim ndaj këtij populli? Natyrisht që kemi. Atëherë duhet patjetër që ne kemi detyrim të bëjmë punën mirë. Pikërisht, pra, ne kemi detyrim të bëjmë punën mirë, të përgatisim mirë këta njerëz. Po këta nuk mund përgatiten kur në universitet nuk ka një degë të tillë. Atëherë, unë nuk po e shtri logjikën në shtetet tjera. Po pse u desh kaq shumë kohë për të kuptuar ne që kjo logjikë nuk funksionon? Që nga 90-a i bie 35 vite. Shiko, ne kemi pasur aviator dhe kemi pasur shkollë aviacioni. Ne kemi pasur detar që përgatitishin edhe detar dhe civilat në shkollën e marinës. Edhe shkolla e marinës ishte shkollë ushtarake, edhe detar që ishin për marinën tregtare aty përgatitishin. Kemi pasur edhe një fakultet tjetër në shkollën e lartë bashkuar që përgatiteshin specialistët e autotraktorëve për automobilet dhe traktorë, 4 vjetë shkollë. Pra ishte fakultet vete, po. Për autotraktor? Po. Vetëm për autotraktor. Nga më 360 orë teori nga arë automobili. Pra singile teorikisht, nuk është që automobili ka që kollet se shtonë këta. Po do shtë mësos me themel. Ka forca rëshqitje, ka forca në përkurje. Ku të duhet ty të përdorja për shembull? Po, shiko, ne do dilnim që andej... Si ekspert për të mësuar të tjerët? Ne do dilnim që andej, ne bëshim, unë kam qenë instruktor, kam mësuar të tjerët. Pastaj kam qenë drejtues, pastaj kam qenë kështu më fjalë, i kam kap të shkallët me radhë. Dhe kjo të bën që unë njoh gjithë larmin, unë për shkak kam qenë shoh oficine, kam pas 62 veta në një oficinë që bën me riparim automobilesh. Pra, tash dhe nëse unë do shkoj të jap mësim, atje unë di t'ju jap mësim këtyre kursantëve, kandidatëve për shofer, dhe i them, do kesh parasysh, nuk do sforcosh makinën, nuk do bësh të pse, se kur sforcon makinën, ndjek motorin, kur sforcon këtë, merr flak makina, kur sforcon këtë, nuk e ndez kondicioneri, kur motorin këtë rënë. Pra këto janë, duken si prralla kalamajsh, po këta nuk i din. Janë të nevojshme se një herë të ndodh në jetë, thua. Po këta nuk i din dhe pastaj ai tjetër humbet tjetër, nuk është shaka. Pra, unë shoh shumë persona që thonë, ja, holla, unë pagoj lekë dhe marrë diplomatë. Që thonë akoma edhe sot? Po, sot, më futën njerëz akoma, më thonë miq, në ndihmoj që të marrim. Po. Ora i themi, keni kalamaj tepër si është mobili. Kuptoj. Kalamaj jo duhet ta di makinën shumë mirë, të jetë mjeshtër në ngarën e makinës, dhe pastaj të shoh. Po çfarë bëjnë, mërziten kur i kthe këtë përgjigje? Po ta mërziten sa kështu, ama na ndihmo thotë këtë kështu është bëu kjo punë. Ndoshta edhe ati mund të defekt që pos dhe lek nuk të kalojnë, nuk e them dot, se dhe këtë shprej kam dëgjuar, që pos dhe lek nuk e shans të kalosh. Por, problemi është që kjo kërkon tërheqjen nga gjitha palet. Po te provimin e ke me alternativa. Ajo është pjesa teorike. Ajo është pjesa teorike, po në praktikë s'kalon dot, sepse në praktikë, po marr rastin që të shu, unë mbaj mend edhe në kohën tonë, kur ne kemi qenë, vazhdonim kursin për shofer, ne natyrisht ishim shumë përgatitur se ne kishim mësuar teorinë e ngarjes dhe se kishim problem për të ngarë makinën, si që studentë kemi marrë patentën. Po ne kishim kështu, ato ishin makina shumë të vështira. Zisat ishin makina shumë të vështira. Pse? Po, shiko, s'pari ato ishte vetur, ishte kamion. E para e dyta, ajo duhet balancojë gjirat e motorit, me gjirat e kamionit, me gjirat e diferencialit. Po u mbisi një kohë, ajo nuk e merrte marshin. Pra për një çon malore, nga marshi pa pra fut këtë dy, tak një moment do humesë edhe ti këtë kena mrapsh. E kuptoj. Dhe kështu që duhet ishe shumë preciz, duhet ishe shumë, dhe ne jemi përgatitur për kushtet më të vështira, sepse ushtari 18 vjeç duhet me të zilin me turit gjatë, do ngarkonte municion, do vitet top mrapa, do njiste kështu majt mal. E kuptoj. Pra, dhe pesha ishte edhe pesha ishte hyrte edhe efektivi sipër, hyrte numëror të topi, se kishte numëror topi. Sipas rastit 5-7 sa kishin ata. Pra, edhe 4 ton municion preva që kishte aty, pra ne duhet t'i përgatisnim këta shoferët për të bërë këtë lloj pune, po që të nisësh në një vend ku nuk e shikon, nuk e shikon rrugën. Ka i të vështirë me këtë përgatitje, pastaj veç kësaj
ju desh pastaj që të bënin fortifikimin. Fortifikimi ishte që i vinin kupore 5 ton, 4 ton, 5 ton, kishin kupore të ato qendrën e zjarrit, me vinç, në karroceri dhe do njëse atje, për të s'kishë rrugë. E kam qenë me të Amerikanë me të vërtetë, më thonë, që keni ngjitur atje, ju s'keni helikopter, më thonë. Më qesha. Pse qesha, për edhe, kështu kemi ngjitur me makina. Me makina keni quar dhe tjetër, po. Megjithatë atje nuk është dhe shumë e njohur pjesa e ngarjes së makinës me manuale, Shtetet Bashkuara për shembull. Europa e ka më ndryshe, ka patur gjithmonë më përdorues